Me hum derë si për shamu, heq fart gale se ka. Hajde inshallah, e ngojna, se ngojna, ikin tema, ikin spjegime, apo, pastaj kur jetë keq atje, e kur t'i ngushtohet jeta se s'ka zgjidhje, e kur t'mbulfatet në aspektin familjarë, në mos edukim të fëmijëve, thot, kejtë hoxhallarët e kanë fajnë. S'flasin për të tema që për që flasin. Normal, se kur kanë folë hoxhallarët për temat e tilla, edhe kur flasin me të shkarku ty nga ignoranca e me të mbush me dije, ti si kon këtu s'ka pas vakt. E kur t'ka pëlqit fshirën shpetone, tash është një kujdestar, një fajtor kujdestar, gjithmonë filon e fistikon. S'prish pun. Elem nashrah laka sadrak. Ai që këtë rrugë ka hi pratë këso fjalë, nuk prish pun. Mirë po, a bën zgjidhje me këtë fajsim? Apo, a shkarkosh nga bara me këtë fajsim? Jo, dhe nuk shkarkosh, veç për janë ngarkon vetës këtë barë edhe një barë tjetër për ngarkon atën. Që ka që të buveq, ku që ma shqipën?